Përshëndetje. Unë jam Lodovik Tetaj, vi nga Teksasi, është e 6-ta herë që vi, dhe duket 26 është numër i fatit. Kemi shpresë që me këtë rallë, doktor, është fishek i fundit, thomë na. Ne jemi gati, tashi edhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës me presidentin Donald Trump, ju shifni që Venezuela në ka fut në listën e zezë, listën e narkoshtetit, po edhe i dyti është shoku i tij i ngushtë, Edi Rama. Ne do ta shfrytëzojmë këtë rast, sepse kemi shumë nevojë për kombin tonë që rinia të vinë mbrapa dhe të investojmë tokët tona, trojat tona. Unë kam marrë mbi 26 herë këtu në tokën teme, në trojët e mia, të adheu jemi dashur. Ne kemi shprehje atje, thomë, na në Shqipni mos ke frikë se i ke djep në Amerikë. Unë jam me disa shokë, miq dashamirë, më thanë që kur do vinë doktorë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne kemi kontaktuar me senatorët më të fuqishëm të botës, me kongresmen më të fuqishëm që ka bota, dhe më thanë që me vitin 26 do të vinë si kryeministër sali doktor Berisha. Tash do ta mbylli se do të bie shkurt. Kam 2 pyetje doktor. Ose një po i bashkoj gjitha bashkë. Tash me 22 e pave se sa qendrështar Shqipëria kishte. Tash generali e vet, oficerat e gije, qendrështarët e gije, çfarë pret? Me dot, me 1 janar mrapa, doktori na duhet pa diskutim, pa me çdo kusht paqësore, dihet se ne nuk jemi parti mercenare, që të vinë në pushtet dhe edhe minimalja që ne kërkojmë është qeveri teknike dhe zgjedhje të lira për gjithë shqiptar ku jemi. E kalofshi mirë, Zoti ju bekoft gjithë shqiptar ku jemi. Urim me festat e vitin e ri. Faleminderit shumë Ludovik, edhe ty gëzuar festat dhe me shumë mirënjohje për gjithë udhëtimet që s'ke lanë protest e ke bërë Teksas si me qenë një lagje e Durrësit, parë në çdo protest. Shumë mirënjohjes jemi për ndaj teje, shumë mirënjohjes.